Një grup profesorësh nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Vienës së bashku me ambientalistë nga Zvicra dhe Gjermania vizituan këtë të shtunë në zonën e Hidrovorit, pjesë e parkut të mbrojtur Vjosnart. Qëllimi i vizitës ishte evidentimi problematikave që lidhen me mbrojtjen e ekosistemit dhe vlerësimin e ndikimit të mundshëm në mjedis nga projektet e parashikuara për të zhvilluar. Studiosit inspektuar nga afër të gjithë territorin në terren, ndërsa profesori Alekomio nga Universiteti i Tiranës, Departamenti i Biologjisë theksoi rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit në një zonë me vlera të veçanta natyrore, siç është edhe delta e lumit Vjos. Tu jemi në deltën e lumit të Vjosës, bashkë me kolegë nga universiteti që për vite kemi punuar nga Universiteti i Tiranës, nga Departamenti i Biologjisë. Delta e Vjosës është delta e një lumi të veçantë, siç është vetë lumi i Vjosës. Delta që ka dhe më shumë vlera se vetë lumi në kuptimin e habitateve, të biodiversitetit, të shpendëve që dimërojnë, të llojeve të tjera të ujore dhe toksore të pyjeve, dhe ne jemi këtu mbi duna që janë më të rrallat në mesdhe. Dhe ne i kemi këto duna monument natyre. Këto janë duna shumë vjeçare të ruajtura, thash më të mira në mesdhe. Nga ana e tij, profesor Perikli Qiriaqi u shpreh se në këtë zonë ndodhen 3 monumente natyrore dhe pse ambientalistët nuk janë kundër zhvillimit, çdo projekt duhet të shoqërohet me transparencë të plotë mbi pronësinë dhe ndikimin që mund të ketë në mjedis. Ai bëri të ditur se do të përgatitet edhe një raport i detajuar mbi situatën aktuale në këtë zonë. Unë kam punuar bashkë me profesor Aleko në studimin e deltës së Vjosës dhe aty kemi evidentuar jo pak problemet, jo pak vlerat e jashtëzakonshme natyrore, të cilat që të gjitha rrezikohen që të shkatërrohen. Unë si geograf do theksoj 3 monumentet e natyrës. Janë elita e vlerave të natyrës së vendit tonë, të bukurisë të natyrës së vendit tonë. Dhe evidentuam për Shqipërinë mbi 500 objekte që kanë vlerat e jashtëzakonshme. Por rasti konkret ku jemi këtu, kënaqësia prapë e imja, se unë ngula kem për këto 3 objekte, që të shpalleshin monumente natyre. Por po aq i madh është trishtimi kur i shikoj sot që këto 3 monumente, këto vlera, po rrezikohen. Konkretisht janë dunat e Nartës, është laguna, një lagunë shumë e vogël, por shumë interesante me vlerat jashtëzakonshme Pupoa, dhe kodrat molasike, që janë dëshmuese e evolucionit të vijës bregdetare të vendit tonë. Ambientalistët nuk janë kundër zhvillimit. Thanë të praktisi gjithçka të shkojmë në pyetje siç kanë jetuar njerëzit e parë. Ka ikur ai koncept. Tash ambientalistët thonë po, jemi pro zhvillimit, pro investimit, pro projekteve, por me mend të kokë, në kuptimin që të mos e dëmtojmë projektin. Ndërkohë, profesor Frederik Schimmer nga Universiteti i Vienës nënvizoi se duhet ndjekur një qasje kujdesshme dhe graduale për të përcaktuar mënyrën më të mirë të ndërhyrjes në funksion të mbrojtjes së mjedisit dhe ekosistemit të deltës. Well, as I said in my state. Po siç e thash në deklaratën time, është në aspektin e standardit evropian që ka vlerë të lartë. Me që në të gjithë mesdheun nuk kemi sistemin delta, i cili ende mbetet duke patur parasysh të gjitha ndërhyrje në 50 vitet e fundit, duhet ta pranojmë që është në gjendje të mirë dhe dinamika në këtë tranzicion midis ekosistemeve toksore, lumore dhe detare ende po funksionon. Pra ka impakt, lumi është ende mirë dhe kjo tregon që bazat e deltës janë ende aty. Mendoj se ka një mesazh të mirë përveç mesazheve të këqija, dhe mesazhi i mirë, siç e thash më parë, është që karakteristikat funksionale të funksionimit të sistemit delta, si një sistem kompleks, peizazhi formuar nga lumi dhe inputi me veprim të guximshëm nga rryma dhe era, janë ende aty. Kështu që esencialet e sistemit delta janë ende atje. Dhe ne studiuam mbi gjendjen e të kuptuarit të sistemit delta në të gjithë mesdheun, dhe ajo siguron më të mirën. Por çfarë është më e rëndësishme është që veçoritë thelbësore janë ende aty. Dhe sigurisht është thelbësore të ndihmosh njerëzit, por jo në mënyrën që aplikon projekti sepse është komplet shkatërrues, siç mund ta shikoni. Prandaj ne inkurajojmë qeverinë që të përfshinë në parkun kombëtar dhe sigurisht jo vetëm këtë zonë, por edhe zonat e tjera, afër asaj që të ndalojnë këtë projekt. Dhe sigurisht që në këtë mënyrë mund të ndërtohet një urë turistike miqësore me mjedisin, e cila është e qëndrueshme dhe sjell përfitime në planin afatgjatë. Mendoj se do të sillte më shumë lek për shtetin sesa ky luks i shpejt në turizëm. A mendoni se ky projekt po shkel filozofinë e vendit dhe jo ligjet? Padyshim, sepse është komplet një mosmarrëveshje, sepse ka shumë habitate të lashta, të cilat po shkatërrohen.
nuk përputhet dhe mendoj se duhet kemi një vëzhgim më të kujdesshëm hap pas hapit asaj që po ndodh këtu. They are still there. Gjatë vizitës u bë gjithashtu thirrje për ruajtjen gjithëpërfshirëse dhe zhvillimin e qëndrueshëm të deltës së Vjosës. Sipas komunitetit shkencor ndërkombëtar, sistemi lumor i Vjosës përfaqëson një nga ekosistemet më të paprekura në Europë, me biodiversitet i jashtëzakonshëm dhe vlera të rralla natyrore. Shkencëtarët theksojnë se delta e Vjosës, e cila bën pjesë në parkun kombëtar Vjosnart, përmban 35 lloje habitatesh me rëndësi të veçantë për ruajtjen e natyrës sipas standardeve europiane dhe së bashku me lagunën e Nartës përbërë nga zonat më të rëndësishme ekologjike në pellgun e Mesdheut. Ata shprehen shqetësim se projektet e mëdha të zhvillimit të turizmit mund të shkaktojnë dëme të pakthyeshme në këtë ekosistem unik. Për këtë arsye, komuniteti shkencor i bën thirrje qeverisë shqiptare të rishikojë projektet që konsiderojnë të dëmshme për deltën, por edhe të bëjë një studim më të detajuar për përfshirjen në parkun kombëtar të lumit të egër Vjos dhe të promovojë modelet e ekoturizmit që respektojnë dhe mbrojnë vlerat e jashtëzakonshme mjedisore të zonës.